Shikues të dashur e miqtë e mi të vegjël, mirë se po takohemi me rubrikën tonë Talentet, ndërsa si që shihni, këtu kam një voglushe, mirë po nuk do t'ja tregoj emrin, tani mundet? Jo, nuk do të tregoj, do t'a tregoj emrin e saj pasi që ta shihni një material në vijim. Pra ja këtu bashkë me mua është e njohur ajon Albina Idrizi. Përshëndetje Albina dhe mirë se erdhe në emisionin tonë Talentet. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi ty në këtë emision se këtë Albinën, këtë voglushën, këtë bletëzën e vogël, të gjithë e njohim se këndon. Mirë po, përveç se këndon, Albina din edhe të bie në piano. Mirë po që të dim më tepër ne do t'a pyesim, apo jo, Albina? Më trego Albina, përveç se që këndon që të kemi parë në festivale, çfarë bën ti, me çfarë aktivitete tjera mirësh? Unë luaj në piano, që në moshën 6 vjeçare, paralelisht me shkollën, fillova dhe me shkollën e muzikës, tani jam në klasën e 7, kam marrë pjesë në shumë koncerte dhe gara, ku kam fituar çmime të para, të dyta dhe të treta, kam marrë pjesë në 34 koncerte dhe i falenderojmë shumë mësuesesime për muzikë, Vikica, të cilën e dua shumë. Wow, do me thënë, ke marrë pjesë në shumë gara dhe je kurorëzuar edhe me shumë çmime. Po dëshiron të vazhdosh me pianon? Po, kur të rritem unë dëshiroj të jem një pianiste e njohur në gjithë botën. Wow, dëshiron të jetë një pianiste dhe besoj se Albina vërtet është rrugës për të bërë një pianiste vërtet. Ndërsa për miqtë tanë të vegjël dhe talentët tanë të shohim një material se si Albina i bie pianos. Apo jo, të shohim së bashku?
fëmijë të vegjël ne pam se si Albina i bie pianos. Mirë po tani rikthehemi te kënga, të shohim se në sa festivale Albina ka marrur pjesë. Unë kam marrë pjesë në shumë festivale në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, ku kam marrë shumë çmime të ndryshme, si për shembull kompozimi më i mirë, koreografia më e mirë, çmimi i dytë, tretë, shumë çmime dhe kam marrë pjesë në shumë festivale të ndryshme me këngë për tema të ndryshme, për shembull për pianon, për nënën, për gjuhën tonë të bukur, për Shkupin e shumë të tjerë. Të lumt, po do na këndosh ndonjë këngë tani? Sot unë vendosa ta këndoj një këngë për Shkupin tim të bukur të cilin e dua shumë. Ta ndëgjojmë pra! Të lumt Albina, sa bukur na këndove, po këtë këngë në cilën festivale ke kënduar? Unë këtë këngë ka kënduar në një festival në Ferizaj, në Kosovë. Kjo këngë flet për Shkupin tim të bukur, tekstin e shkroi xhaxhai im, ndërka që u incizua dhe muzika ishte në R Records në Prishtinë. Sa bukur, do me thënë, sa këngë e bukur për Shkupin, sa ja ke kushtuar këngën më të
bukur shkupi, do me thënë. Ne jemi shkupjane, apo jo? Mirë, zemër, po përpos që këndon që i bje pianës, me çfarë aktivitete tjera miresh? Unë në kohën time të lirë preferoj të lexoj libra ose të luaj volejboll. Lexoj libra të llojeve të ndryshme dhe kur kam kohë të lirë dal me shoqe të luaj volejboll për shkak se është sporti im i preferuar. Wow, do me thënë edhe një volejboliste, apo jo? Po ke ndonjë libër të preferuar? Libri im i preferuar është Harry Potter, të cilin e kam lexuar të gjithë dhe e kam shikuar dhe filmin, është një libër shumë i bukur dhe fantastik. Oh, ai është edhe libri im më i preferuar, të besohet. Do me thënë kemi një libër, edhe pse në mosha të ndryshme, Harry Potter edhe për mua është një ndër librat, edhe të gjitha filmat i kam parë. Cili rol të pëlqen të Harry Potter? Më pëlqen ajo atmosfera si është, apo jo? Po sikur të kishte ndonjë vend të tillë, do kishe shkuar ti? Pa. A unë e para. Ndoshta do ta luaj atë plakën atë magjistare, pasi që nuk mund ta luaj Harry ose ndonjë tjetër. Mirë pra, po ndonjë mesazh kështu ke për të gjithë fëmijët, për talentet në përgjithësi, për diçka që mendon që dëshiron t'ua thuash të gjithë shokëve dhe shoqeve? Unë të gjithë fëmijëve çdo herë ju e kam thënë dhe doja them që ti përcjellin ëndrat e tyre dhe ti realizojnë ta. Nëse për diçka do punoni shumë fort, patjetër që do ta arrini. Wow, do me thënë pun natë ditë që të shohish Pakës dritë. të lumt. Pra, mirë po ne nuk po përfundojmë këtu, ne do të përfundojmë pasi që do të ndëgjojmë edhe një këngë, apo jo? Cila këngë është e? Unë tani do këndoj një këngë për nënën, për personin më të shtrenjtë në botë, të cilën e dua dhe e përqafoj fort. O zemër, pra e përqafon Albina nënën shumë fort dhe kënga Nëna nga Albina Idrizi, apo jo? Nuk gabova? Ta ndëgjojmë pra! Kërkojnë gro të
lumtur. Pra kur ty të ketë, ti e ndjenja më e bukur. Nëna, jeti vetë. Nëna është jetë. Dhe këtu pra po përfundojmë me talentën ton Albina. Pra mirëmbëngjes të gjithë.